Kandidati Haxhiu nuk do të ketë mbështetjen tonë në asnjë rrethon dhe në asnjë moment. Duhet me ndryshu kandidatën. Kjo vërtet është një situatë pa precedent dhe një situatë që nuk i ka hije një institucionin kaq të rëndësishëm si Kuvendi i Kosovës. Koalicioni vetëvendosje guxo alternativa, po siç kemi thënë, e ka të drejtën për ta propozu kryetarin apo kryetarin e Kuvendit, po jo për ta imponu, sepse nuk mundet me çdo kush me vendos për çdo që e propozon. Sot përsëri po e shihni që këta po e vazhdojnë blokadën e krijimit të institucioneve në vend se të kërkonin një kandidat apo kandidate tjetër. Kandidatja e cila ka dështuar disa herë radhazi që do dështojnë të edhe sot, e besoj edhe pas nesër dhe kur dhe herë tjetër, nuk mundet me qenë më e rëndësishme se so krijimi institucioneve, konsolidimi dhe materializimi i verdiktit dhe votës shtetare të datës 9 shkurt. Andaj rrugdalja është tashmë e qartë. Lëvizja vetëvendosje duhet ta gjeni kandidat apo kandidate tjetër, sepse kandidatja që ka dështuar do dështoj përsëri për të marrë shumicën, dhe unë besoj që nuk duhet ta lajnë peng Kuvendin e Kosovës, por edhe qeverinë e ardhshme, për shkak të tekeve, qofshin ato edhe problemet mbrëmshme apo çka do tjetër. Kandidati Haxhiu nuk do të ketë mbështetjen tonë në asnjë rrethon dhe në asnjë moment. Ajo është simbol i dështimit kësaj qeverie në 4 vjeçarin e kaluar. Krejt mandatin e ka pas përcjellur me skandale të ndryshme, prej zhdukjes së mostrave të Astrid Deharit e deri tek ulja e buxhetit për mbrojtjen e çlirimtarëve në Hag. Ka shumë dështime në mesin e cilave po ja rikujtoj edhe këtë ligjin banal për qeverinë i cili ka lidhur nyje pikërisht të vetëvendosjen. Kështu që rruga është e qartë, duhet me ndryshu kandidatën, pastaj ndoshta mundem me bëj shumicën. S'm takon mua me zgjedh kandidat vetëvendosjes normalisht, ata po pyetja njëjtë po bën cilin kandidat. Që kjo s'është kryesorja, ai kanë edhe 47 tjerë, le të provojnë. Po tani hapi radhës dihet, është hapi i propozimit që i takon partisë që ka dalë para. Në këtë kuadër unë po i ftoj edhe një herë që ta ndrrojnë kandidatën se nuk kalon. I kanë edhe 47 tjerë. Tani s'po paragjykojmë ma mesin bllokuar, po kjo blokadë nuk mundet me vazhdu dhe lëvizja vetëvendosje ka përgjegjësi me zhblloku Kuvendin, mos me majt bllokuar. Ka marrëveshje politike për kryetarin e Kuvendit. Kryetari i Kuvendit dele propozon, i merr votat dhe ecë përpara. S'ka shumica parlamentare e sjell marrëveshjen. Na s'kemi marrëveshje këtu, as kemi me bo marrëveshje, as në asnjë formë me lëvizjen vetëvendosje nuk mundem me pas marrëveshje. Shumica parlamentare duhet mu kriju. Nëse s'janë gjendje me kriju shumica parlamentare, ne duhet me gjetë opsione tjera. Qofshin edhe zgjedhjet e reja. Por nuk mundet me met Kuvendi peng për shkak të kujt do, cili do njëri në këtë rast të Albulin Haxhiu.